حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. دائما لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Si çdo herë e falenderojmë Allahun krijuesin e gjithësisë, vetëm atë e falenderojmë dhe vetëm për t'i falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet, përshëndetjet i dërgojmë pejgamberit të fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij dhe mbi ata të cilët e pasuan, e pasojnë dhe do ta pasojnë rrugën e Resulullahut deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër xhamatllin, të nderuar besimtar. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'anin famlart: Ja ejuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. O ju të cilët keni besuar, keni frikën Allahut. Frika ndaj Allahut azza wa jalla është atëherë kur robi urdhnat e tij çon vend dhe ndalohet prej ndalesave. Kjo është frika ndaj Allahut. Pastaj përfundon ajeti kuranor, thot Allahu azza wa jalla: dhe mos vdisni ndryshe, pos vetëm duke qenë musliman, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ku lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu mos na merr shpirtat tona vetëm si besimtar, me iman të plot, me punë dhe vepra të mira, ya rabbel alamin. Pejgamberi ynë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar. Fjala më e mirë është fjala Allahut te baraka wa taala. Nuk ka dyshim se Kurani është libri i Allahut, edhe është libri më i mirë. Pas librit të Allahut, fjalët më të mira, porosit më të mira janë porosit e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa veprat më të këqija janë bidatet, rrisit në fe. Çdo bidat rrisin njeriu në çon në humbje dhe çdo humbje përfundon në xhehenem, duke lutur Allahun subhanahu wa taala si çdo herë dhe kërkohet prej neve dhe për besimtarëve që çdo herë të kërkojmë mbrojtjen nga zjarmi i xhehenemit. O Allah, mbrojna nga zjarmi i xhehenemit. Dhe qysh na ka porositur pejgamberi alayhi salam, ka thënë: nëse kërkoni xhenetin më të lartë, ajo është Jannatul Firdausul A'la. Lutim Allahun subhanahu wa taala që Allah të na bëjë nga banorët e xhenetit, ya rabbel alamin. Të nderuar vëllezër xhamatllin, të nderuar besimtar, sot në këtë hutbe me lenin Allahut subhanahu wa taala do të folim rreth hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili hadith nuk do thotë që nuk është i njohshëm për juve. E keni ndëgjuar edhe prej hoxhallarëve të tjerë, e keni lexuar ndoshta edhe vet hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Është i shkurt, por me kuptim shumë të madh. Është i shkurt, por ka mesazhe. Këtë hadith e transmeton Abu Dharr al-Ghaffari. Abu Dharr al-Ghaffari, i cili ka qenë prej fisit Ghaffar. Ky sahabiu, Abu Dharri, ishte
njëri prej sahabëve, edhe para islamit, edhe para se mu bë musliman, kur nuk I ka ra sejdë putit. Edhe para islamit. E mos pyet se çfarë burri ka qenë pastaj domethënë në islam. Përderisa nuk I ka ra, nuk ju ka lut putave, statujave, kur ka qenë para islamit, s'ju ka drejtu dikujt tjetër. Po kur u bë musliman, domethënë e ka kallëzu punën e vet, e ka kallëzuar diturinë e vet, e ka kallëzuar sinqeritetin e vet ky sahabi, sikur edhe sahabët tjerë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Transmetohet prej Ebu Dherrit radiallahu anhu, I cili thot, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haythu ma kunt. Keni frikën Allahut kudo që të jeni. Pjesa e parë. Keni frikën Allahut kudo që të jeni. Kudo që të ndodheni, me pas frikën me vete. Pjesa e dytë hadithit, pas frikës Allahut, mja pas frikën Zotit. Pjesa e dytë hadithit është wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Pasoj punt e këqija me të mira. Ky sa bukur ka thënë Rasulullahu, pasoni punt e këqija me të mira, sepse asnjëri prej neve nuk mundemi që mos merram mëkate gjunahe. Mundemi merra sepse jemi të tillë që gabojmë. Por më I miri për neve është ai I cili nxiton apo pendohet. Wa atbi'i sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Pasoj punt e këqija me të mira më një herë. Nëse I pason punt e këqija, domethënë pa më parasysh çfarë keq është, çfarë gjëna është, pastaj e pason me një të mirë, çlyhet. Ta fal Allahu subhanahu wa taala. Ta djeg çat gjëna, çat keqe. Derisa pjesa e fundit e hadithit, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, ka thënë pejgamberi alayhi wasallam. Dhe sillu mirë me njerëz, me një moral të mirë. Të nderuar vëllezër xhamatli. Ky hadith apo këto porosi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përmbajnë 3 rregulla. Ky hadith që përmendëm, që lexuam para juve, që e tham para juve, transmetuesi Abu Dherri radiallahu anhu, ky hadith apo këto porosina, këto 3 porosina të pejgamberit alayhi wasallam që ja ka drejtu ummetit vet, na ka drejtu neve, ummetit vet deri në ditën e Kiametit. Këto 3 rregulla e rregullojnë jetën e çdo besimtare. A keni parasysh që ky hadith I pejgamberit alayhi wasallam, këto 3 porosi pejgamberit alayhi wasallam e rregullojnë jetën e besimtarit në këtë dynja. Nëse I përmbahet porosive të pejgamberit alayhi wasallam. Raporti I parë, numër 1, çka tha pejgamberi alayhi wasallam? Tha pejgamberi alayhi wasallam, ittaqillaha haythu ma kunt. Pik. Raporti I parë I njeriut është këtu, pjesën e parë të hadithit është raporti I parë I njeriut me Allahun. Çfarë raport duhet me qenë mes robit edhe Allahut? Robi mu ju tut Zotit. Çka do thot mu ju tut robi Zotit? Do thot urdhat e tij me çun vend. Edhe mu ndalu prej ndalesave. Që kjo është raporti I parë, që kjo është rregulla e parë. Nëse do me përmisu jetën tonë në këtë dynjë dhe në botën tjetër. Pjesa e parë, ittaqillaha haythu ma kunt, sepse lehtë është mu ju tut Zotit në xhami kur je. Se në këtë kur jena në xhami tutemi Allahut. Ama kur dalim jashtë, kur je vet, kur je te shtëpia, kur je pranë ekranit televizionit, kur e ke telefonin në dorë, sa e ke frikën Allahut subhanahu wa taala. Aty vërtetohet se sa pitut është Zotit. Mas mendoj që ti kur je vet e s'osh kërkush me ty. O është dikush që të këshyr. Kush është ai?
Allahu subhanahu wa taala. Kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë apo raporti i dytë i besimtarit është me veten. Duke pas parasysh përmirësimin e gabimeve. Tha pejgamberi alayhis salam, ittaqillah haythu ma kunt. Ke frikën e Allahut kudo që t'jesh. O kuptum me pjesën e parë, me raportin e parë. Tash e dyta, tha pejgamberi alayhis salam, pasoj punë e këqija me të mira. Kjo është raporti i dytë. Raporti i besimtarit me veten që ta përmirëson, që ti përmirëson gabimet e veta. Do më thonë, çdo njëri prej neve, çdo besimtar dhe besimtare mundet me gabu. Sepse ka vërtetu këtë edhe Allahu në Kur'an, e ka vërtetu dhe pejgamberi alayhis salam, me lanë që nuk jemi, këtë gabojmë. Çka ka thënë pejgamberi alayhis salam? Kullu bani Adem khata. Çdo biri i Ademit të gjunaqar. Wa khairu khata'in tawwabun, por më i miri përmesit juve është ai i cili pendohet. Ai i cili pendohet. E bën një mëkat saktum, një gjuna të saktum, po me njëherë e pason me diçka që e shlyn të keqen, me diçka që është e mirë. Po mos me bo këto, do më thonë çdo herë, hajtë se më falë Zoti, hajtë se më falë Zoti, hajtë Zoti të falë, po mundet me të nëzonë ndonjëherë vdekja që Zoti nuk të falë. Sikur shumë njerëz që pretendojnë, hajtë se sa e miri njëherë unë po kënaqna. Prit njëherë të martona, prit njëherë tjetri thotë ta martoj vajzën, ta martoj djalin, prit ta bëj shtëpinë, e prit as namaz, as islam, as Kur'an, as kur gjë hiç, kur të ndëgjojmë filonin ndrojet. Po dje takova bre, po. I kom thonë për më u falë, ka thonë po ky smet inshallah, pas ka bon jetin me shkon haxhillok, mirë që pas ka bon jetë, apo e pas ka bon jetin me shkon qabe, po, nuk shkoj. Inshallah Zoti ka shpërbly për çat jetë, po, nuk ka vepru kur gjë, është këshillu. Po s'ka bo, e kjo është hajt, Zoti më na ruaj që kjo hajt mundet me vdek njeriu pa iman. Kjo është e dyta, me pas kujdes. E bon një mëkat saktum, me njerë mungut, me shku, me marr abdes, me fal 2 rekat namaz, o Allah falem. Nëse vepron kështu, e keqja shlyhet, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ndërsa raporti i tretë, pjesa e fundit e hadithit, çka tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dhe silluni mirë ndaj njerëzve me moral të mirë. Të nderuar vëllezër, raporti i tretë është raporti me njerëz. Raporti i tretë apo pjesa e fundit e hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka thënë dhe sillu mirë me njerëz. Ky raport apo kjo pjesa e fundit apo pjesa e fundit e hadithit Resulullahut ka të bëjë këtu që na ka thënë neve pejgamberi silluni mirë ndaj njerëzve, domethënë raportet njerëz me njerëz, rob me rob me rob. Raportet ndërsjellta na kreçka jemi njerëzit që po jetojnë në këtë dynjë. Nuk është iman, nuk është vetëm iman me adhuru vetëm Allahun. Iman është edhe mu sjell mirë me të tjerët. Besim është edhe me ndihmu të tjerët. Besim është edhe me i fal të tjerët. Edhe kjo është ibadet. Nuk është vetëm ibadet mu fal. Ibadet është tash kur dalish prej xhamis, kur shkon te shtëpia, dikush ndoshta thirr një telefonat, thirr në telefon, edhe kërkon një ndihmë të saktuar mbi teje. Diçka. Nëse ti i ke e nuk i japish, s'ki ka dzu ibadet. Po nëse i ke dhe ke mundësi mi dhën, sepse të kompenzohen ato, pak apo shumë, jepe, se dhe kjo është iman, dhe kjo është ibadet. Pjesa e fundit ka thënë dhe sillu mirë ndaj njerëzve. E kjo është e raportet ndër njerëzore. Nuk është ibadet vetëm xhami, nuk është ibadet vetëm çabe, nuk është ibadet vetëm leximi i Kuranit, nuk është ibadet vetëm umre, nuk është ibadet vetëm një vepër të saktuar për ibadeteve, agjërim. Ibadet është edhe ndihma e jote ndaj të tjerëve. Ibadet është edhe falja e jote nëse dikush ka bëu pa drejt ti me fal. Edhe kjo konsiderohet ibadet. Për me e rumbullaksu hadithin e pejgamberit alayhi wasallam të nderuar vëllezër. Për me rumbullaksu, çka fola unë deri që tash, çka fola? Për me e dhënë mesazhin e fundit në hutbën e parë në raport me këtë hadith pejgamberit alayhi wasallam. Ke frikën Allahut kudo që të jesh.
E dyta, pasoj punë e këqija me të mira, çlyhen gjunahet. E treta, sillu mirë ndaj njerëzve, me moral të mirë, u kry. Na shpjegimin e kemi dhënë, e kemi shpjeguar këtë hadith pejgamberit alayhis salam tani në këto minuta që isha këtu në hutbe. Çka është mesazhi i fundit pejgamberit alayhis salam? Çka po don neve këtu pejgamberi me na kallëzu, me na tregu? Çfarë porosi po don pejgamberi alayhis salam nëpërmjet këtij hadithit më i dhon ummetit vet, apo më i tregu ummetit vet, apo më e porosit ummetin e vet? Jam bashkangjitim hadithin tjetër. Me hadith tjetër e shpjegojmë hadithin e parë. Me hadithin e dytë e shpjegojmë hadithin e parë. Pejgamberi alayhis salam e ka pyet Muadhin radhiyallahu anhu. Njëri prej sahabëve, Muadhi radhiyallahu anhu, Muadh ibn Jabal. Ka thonë, o Muadh, ka thonë, urno ja Rasulullah, a e din se çka është haki i robit ndaj Allahut, edhe haki i Allahut ndaj robit? Çka tha Muadh ibn Jabal? Tha Allahu wa rasuluhu a'lam. Tha Allahu dhe pejgamberi tha e di. Tha pejgamberi alayhis salam, tha haku i robit ndaj Allahut është me adhuru Zotin, edhe mos mi bo ati shirk. Mja pas drojën Allahut. Apo e vërtetoni tash pjesën e parë të hadithit? Çka tha pejgamberi? Keni frikën Allahut, mja pas frikën Zotit kudo që t'jesh. Mja pas frikën Allahut edhe në mas, ku jenë mesin e njerëzve, po mja pas frikën Allahut edhe kur je veten. Çka tha pejgamberi në hadithin e dytë? Haki i robit ndaj Allahut është me adhuru Zotin. Robi me adhuru, se për çeto je kriju, për çeto ke ardhur në këtë dynja, me adhuru Allahun edhe mos mi bo shirk Zotit. Mos mi bo ortak Allahut. Edhe mja pas frikën Allahut kudo që t'jesh. Pastaj tha pejgamberi alayhis salam, ndërsa haki i Allahut ndaj robit çka është? Haki i Allahut ndaj robit është nëse robi adhuron Allahut, e ka kuptu qëllimin e kësaj dynjaje, fal namazet, largohet prej harameve, afrohet halalit, përgatitet për botën tjetër, nuk i bën shirk Zotit, e din qëllimin e krijimit, e din se ka ardhur në këtë dynja, haki Allahut ndaj robit është, nëse e shen kështu të robin e vet, e fut në xhennet. E kurse haki i njerëzve ndaj njerëzve çka është? Selam, paqe. Ama jo vetë paqe me gojë, me zemër. Se dikush të fol me gojë, me zemër, pale çfarë mendimi ka ndaj teje. Kjo s'është paqe. Haki i njerëzve ndaj njerëzve është selami, paqja. Edhe fija jone është selam. Me menu mirë, me fol mirë, me i përkrahë të tjerët, me i ndihmu të tjerët, me i falë të tjerët, që kjo është ajo haki ndër njerëzor. Aqulu ma tasma'un. واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. ثم استغفر الله يغفر لكم ذنوبكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.